Tregu i punës në vendin ton tregoi nevoja në rritje për fuqi punëtore në të gjithë sektorët kryesor të ekonomisë. Sipas të dhënave të administruara nga Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, gjatë periudhës janar-dhjetor 2025 janë shpallur gjithsej 68.860 vende të lira pune në zyrat e punës. Ky numër shënon një rritje prej 12% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke dëshmuar për një kërkesë më të shtuar të bizneseve për staf. Në aspektin e kategorive profesionale, të dhënat tregojnë se tregu ka pasur nevojën më të madhe për profesionet elementare, të cilat kërkohen në 29.9% të rasteve. Kjo kategori pasohet me zanatçinjt dhe profesionet e lidhura me to, që zën 23.7% punonjësit e shitjeve dhe shërbimeve, me 15.9% dhe punonjësit me industri me 10.5%. Përsa i përket profesioneve që kërkojnë nivele më të larta të kualifikimit dhe aftësi të specializuara, të dhënat administruara për vitin 2025 tregojnë një kërkesë më modeste në krahasim me profesionet elementare. Këto pozicione kërkojnë shpesh arsim akademik ose trajnime teknike specifike dhe pesha e tyre në tregun e punës gjatë kësaj periudhe, për kategorinë specialist me arsimin e lartë, përfaqëson vetëm 6.4% të vendeve të lira të shpallura, duke kërkuar individ me formim universitar për role që zakonisht lidhen me analiza, menaxhim projektesh apo detyra të specializuara teknike. Teknikët dhe specialistët e mesëm, të cilët shpesh shërbejnë si ura lidhëse mes menaxhimit dhe zbatimit praktik, zën 5.3% të totalit të vendeve të lira të punës. Zhvillimet e vitit 2025 konfirmojnë një strukturë të kërkesës për punë që favorizon rolet që kërkojnë aftësi bazë dhe zejtare, duke diktuar kështu edhe strategjitë e punësimit për vitin në vijim. Për gjatë vitit 2025 rezulton se 9.690 subjekte unike kanë zgjedhur të shpallin nevojat e tyre për punonjës pranë zyrave të punësimit. Rajoni i Tiranës, Durrësit dhe Vlorës së bashku mbajnë peshën kryesore duke shpallur rreth 60% të vendeve të lira, ndërsa në anën tjetër të spektrit rajonet e Kukësit, Dibrës dhe Beratit shënojnë numrin më të ulët të shpalljeve. Analiza e sektorëve ekonomik tregon se industria përpunuese kryeson listën si sektori me kërkesën më të lartë, duke zënë 25.5% të totalit të vendeve të lira të shpallura. Pastaj renditen sektori i akomodimit dhe shërbimit ushqimor me 17.7%, tregtia me shumicë dhe pakicë së bashku me riparimet e automjeteve dhe motocikletave me 14.7%, aktivitetet e tjera të shërbimit me 12.1% edhe sektori ndërtimit me 10.6%. Krahasimisht me një vit më parë, vret një luatje e ndjeshme në këto kërkesa, ku sektori industrisë përpunuese ka pësuar një rënje me rreth 3% të vendeve të shpallura, ndërsa sektori ndërtimit ka shënuar një rritje prej 2%, duke reflektuar kështu ndryshimet në dinamikat e tregut të punës.